Pas thirrjes së kryer nga firma koncesionare ACR në një konferencë përshtyp për ndërprerjen e grevës së urisë së minatorëve, ka reaguar dhe presidenti i Konfederatës së Sindikatës Kol Nikolla, duke cilësuar atë si shakan e radhës dhe fyese për minatorët. Nikolla ka theksuar edhe një herë në një transmetim satelitor të drejtpërdrejt nga Radio Televizioni Ora News se minatorët nuk do të ndërpresin grevën e urisë, pa pasur më parë një marrëveshje konkrete me përfaqësuesit e firmës. Por me keqardhje konstatojmë që ishte shakaja radhës e ACR-s, pasi ACR-ja prej një muaji ka braktisur minjerën, ka braktisur punëtorët, ka braktisur pronën e saj fatkeqësisht, jo vetëm qesharake, por edhe fyese për minatorët dhe për sindikatën, të cilët janë vendosur që vetëm kur nënshkruajnë një protokoll marrëveshje përputhet plot me ligjin për grevën dhe me ligjin shqiptar për punën dhe konventat ndërkombëtare të punës, atëherë ata do t'i kthehen punës vetëm me dinjitet dhe me personalitet dhe me Nga ana tjetër, Bashkia e Bulqizës ka shprehur mbështetjen e saj për minatorët, të cilët prej 8 ditësh ndodhen në grevë urie. Në një prononcim për Ora News, kryetarja e bashkisë Sara Zogu ka theksuar se bashkia mbështet minatorët në kërkesat e tyre, ndërsa inkurajon të dyja palët të ulen në bisedime për të zgjidhur situatën. Që në fillim të grevës, kryetari i bashkisë, zoti Roland, ka kontaktuar me sindikatat dhe krerët e tyre dhe është plotësisht dakord me kryerjen e investimeve në minjerën e Bulqizës, është plotësisht dakord me rritjen e pagës, është plotësisht dakord me rregullimin e kushteve të punës për minatorët. Megjithatë, mund të themi, mund të cilësojmë që kjo është kompetencë e firmës ACR, e cila duhet theksuar gjithashtu që ka marrëdhënie shumë të mira me institucionin tonë dhe shumë informuese. Nga ana tjetër, lidhur me kushtet e vështira të punës, Jasi Rëfe, një minator i cili si pasojë sot ka mbetur i paralizuar. As ndihmë as një gjë nga minjera dhe as për kraja as gjë. Unë vuj nga dy veshkët e dëmtuara, duhet të bëhem operim, më ka kërkuar 21.000 euro me veshkën time dhe unë nuk jam gjendje të bëhem operim. Dhe kushtet e vështira të familjes, kam 5 fëmijë, fëmijën e kam më të madhin e kam në shkollë të lartë anglisht informatik dhe s'kam gjendje ta mbaj. Minatorët kanë paralajmëruar se 15 grevistëve do t'i bashkojnë edhe 100 minatorë të tjerë, ndërsa një pjesë tjetër e tyre do të bllokojnë edhe akset kryesore të rrugëve.